Para disa ditësh, Shoqë Albania bëri publike shqetësimin e një sër prindërve nga Lezhë, të cilët denonconin abuzimin sistematik të shkollas private me emrin Lezhë Academic Center e Klementina Shahinit, një shkollë me frymë amerikane në teori, por që në praktik tregonte komplet të kundërtën. Sipas prindërve, kjo shkollë private u kishte marrë pagesën e plot për muajin qershor, edhe pse mësimi mbyllej më 13, ndërsa ka pushuar kuzhinierën për të shmangur pagat. Ushqimi nuk lejohet nga shtëpia dhe fëmijëve u ofrohesh produkte të jashtme si hamburger dhe molto me çmime të larta. Më skandalozje ishte mungesa e ujit, ku nëse një fëmijë harronte të merrte nga shtëpia, mbetej pa pirë deri në orën 14:00. Prindërit denoncuan gjithashtu mungesën totale të transparencës në komunikim nga ana e prorëve të kësaj shkolle private. Prindërit theksuan në denoncim se orari i mësimit ndryshoi pa paralajmërim, shpesh njoftoi natën vonë dhe çdo vendim merrej vetëm nga drejtoresha pas një diskutimi me prindërit. Sipas prindërve, edhe tarifat ndryshonin çdo vit pas një logjik dhe pranoheshin vetëm në dollar, ndonse bëhej fjalë për një shkollë në Shqipëri. Uniformat bliheshin vetëm aty ku urdhëron drejtoresha, librat paguhen veç dhe për çdo fëmijë që qëndronte pasdite, deri në orën 17:00 duhet të paguante 200.000 lekë të vjetra, edhe pse zyrtarisht kjo pagesë prezantohej si fakultative, por në realitet nëse nuk paguhej fëmijët, nuk pranoheshin ambientet e studimit. Dhe pas publikimit të këtij rasti nga ana e redaksisë së Shoqë Albania, ka reaguar Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, e cila ka bërë me dije se ka nisur procedimin penal të drejtoreshës së shkollës Lezhë Academic Center, Klementina Shahini, pasi drejtonte shkollën pa licencë për arsimin 9 vjeçar, teksa bënte punësime sezonale të stafit pedagogjik me periudha 3 deri në 4 mujore dhe nuk u deklaronte pagën për të shmangur kështu edhe detyrimet tatimore.